Lavdi dhe falendrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Allahu fuqiplot në një ajet kuranor na I tregon shumë qartë se besimtarët Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e kanë shembulltyr, model të jetës së tyre për të gjitha sferat e jetës. Jo për shembull vetëm në një sferë ku më pëlqen mu, edhe tjera ku s'm pëlqen atëherë jo, nuk e marr me fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra thot Allahu xhaleshanuhu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Me të vërtet, në të dërguarin e Allahut keni shembulltyrën më të bukur për të gjitha gjërat. Me marta studiosh biografin e shkrimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e gjenë se është e kristal, është për ta marrë si shembull, po jo vetëm ne muslimanët, por edhe të tjerët. Edhe prandaj, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është mëshirë për gjithë botat. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam përpjekjet e tij ka dhënë në të gjitha sferat e jetës që të na lënë neve pastaj model të jetës tonë. Por nuk të ndalë në këtu, kalem për shembull të shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hulefai rashidina. Edhe ata e kishin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam shembulltyr. Prandaj ata dhanë një model të shkëlqyeshëm për njerëzimin, si Ebu Bekri, një ashtu edhe Hazreti Omeri, po ashtu edhe Hazreti Osmani, gjithashtu edhe Hazreti Aliu. Me fjalë tjera, ata me orvaqet, me mundin e tyre, mund të themi të shembullojmë, e ndërtuan një park shumë të bukur, në të cilin ka lule dhe dafine të ndryshme, kështu që edhe ata që dëgjonin prej së largu, kishin ëndje ta shohën atë park, atë kopsht. Madje ata të cilët kalonin pranë atij kopshti apo parku, ata e pamundur ishte që mos e kthejnë kryet kur të kalojnë aty pari. Pse? Nga se prej aty dilnin erra të këndshme, dafine të këndshme. Normal, ata këtë park nuk e ndërtuan vetëm me fjalë, por edhe me vepra, edhe me moral. Kështu që ato lulet që ishin në atë parkun, normal se kishin nevojë që të ujiten ato. Ndonjëherë kish nevojë të ujiten materialisht, ndonjëherë shpirtërisht, po ndonjëherë bile edhe me gjak. Edhe prandaj, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndërmorën në jetën e tyre lufta për hakun, për të vërtetën. Pra kështu, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam edhe shokët e tij, po ashtu edhe gjenerata tjetër më vonë e ardhmë mund të themi se është edhe ka qenë,
Të njëjtën gjë e vazhdon. Edhe prandaj për një kohë shumë të shkurt, Islami mori hovë, edhe e pranuan Islamin gati se jo të themi kretë kontinentet, po gati. Do më thanë, e dini Azia kretë, Afrika, Evropa, edhe normal do më thanë, ata kishin tentime që të vazhdojnë alama të tjenë. Por normal kurthet që janë bën Islamin në forma të ndryshme, ata e bën që ai të stopoj atë. Tash të kthehemi anës tjetër nga aspekti tjetër. Ne çka bën me amanetin që na i lanë ata? Me atë parkun të cilin e ndërtuan dhe çdo kush kishte dëshirë që të dëgjoj për atë, e nëse kalon aty pari, edhe spaku të kthej kokën aty. A mo flasëm që kishin ëndje edhe të ulen, edhe të marën, të thithin nga ato dafina. Kështu ka qenë bota atër. Por ta shtrohet pyetja, ne çka bënë? Amanetin të cilin ne i dorëzuan neve, çka bënë? Ne ja dorëzuam armikun. Ne bashkëpunuam me ata. Edhe siç e shihni, ala vazhdon bashkëpunimi me armikun. Vazhdon ala. Edhe prandaj nuk mund të habitemi, për shembull se nuk ka asnjë farë ndryshimi. Pra ne çdo moment se ne jemi përgjegjës për rikthimin e atij parkut, nga se Allahu Xhaleshanuhu na i ka dhënë si model të jetës tonë. Prandaj duhet të përpiqemi që në forma të ndryshme të rikthejmë atë. E jo mos themi që ne të bëhemi shkaktar që dikush të uren atë parkun. Që për fat keq, ne në kohën e sot diçka kina bë, ne atë parkun e kina shëndru në mbeturina. Tash nuk du të zgjerohem shumë, për shembull, nëse shkon në ndonjë shtet arab, çka shef? Katastrofë. As pastërti, as rend, as kur gja. Ndërsa muslimanët e kanë pas. Pra, jo vetëm këtë aspekt, në të gjitha aspektet. E kjo si arrihet, kjo normal arrihet me punë, me përpjekje, me atë duke lexu biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, biografinë e sahabëve, ulefaj rashidinëve, edhe normal do të thonë duke tentuar që të kthehet në gjë e tillë. Pra lusim Allahu Xhaleshanuhu që ne të bëhen atë vetëdijshëm, se ne në dorë e kina një gjë shumë të çmuar, por ne nuk ja dim kimetin, vlerën nuk ja dim asaj. Neve na kam çu sikur ndonjë hajdut që sillet me ndonjë fëmijë për shembull e ka në dorë ndonjë ari. Edhe hajduti e din se fëmiu nuk është i vetëdijshëm se çka ka në dorë. Edhe çka bën? Ai e di se si ta mbashtroj atë, i thot, a bën unë do t'jap shumë çokolada, çokolada të t'u jap, edhe ti ndrojmë këto.
Qullasa shumë çokolada të ambla, kret janë, të shishme, ma jepat. Edhe fëmiu si fëmi, nuk i pavetdijshëm, edhe çka bonja jepat, edhe mendon se me të vërtet ka bo diçka. A besoni se në kohën e Kissenxherit, Saudia ka dashur që këtë shpejtësit va të regoj. Ka dashur që të mbjell grunë. Kissenxheri kur e ka dëgju tendimin e tyre, më njëherë aeroplanit edhe në Riyadh, në Saudi. Edhe bisedon thotë, si, çka bën ti? Po çka ju duhet? Ne thotë, do të organizojmë edhe do të japëm, jo me atë çmimi që u del juve me gjithë punën që do ta bëni, por shumë fish ndër atë çmim. Edhe prandaj këtë vë them, që do të thonë me sytë e mi e kom pa në Siri, për shembull, vinin njerëzit dhe blishin aparata të ndryshme. Këtu të ne, duplo ishin shtrejnët. Atje, lirë. Pse? Se normal, në më thënë, atyra jo ajapën që mos kenë ndonjë tentim që bëjmë dhe një përpjekje që ato ta prodhojnë vetë ata. Edhe përmendo, Saudia atëherë, e pranon një gjë të tillë, jo vetëm Saudia, krejt, edhe, në më thënë, e ndalon atë tentim, atë përpjekje për të bë, për të mbjell gru, edhe që ti se e varur, sepse edhe si arse tonë popullin, thot ne që e me një shmim shumë të ullët. Në më thënë, si kur hajduti me fëmiju. Pra, inshallah, Allah Rëshanuhu, në bën për atyre që ti hapin syt, edhe të përpiqena që të punojnë, si pas urdhit të Allahu Rëshanuhu, dhe të kemi në jetë simbol edhe shembull Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij dhe kohën e artë të muslimanëve, la in asal kalamu ablagha nidham, kalamu Allahi al-Malik al-Aziz al-Mannan.